Flamurtari në basketbol për femra ka arritur suksesin e parë të këtij sezoni, fitimin e Superkupës. Elona Hasanaj, drejtuese e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, shprehet tepër e kënaqur me fitimin e këtij trofeu, i cili sipas Hasanajt erdhi përballë një prej rivaleve më të mëdha të klubit, pikërisht Tiranës. Hasanaj e quan Superkupën si një nisje të mbarë të sezonit, teksa thot se synimi i Flamurtarit është që këtë sezon të fitoj të tjerë trofe. Sipas saj, përpara është një sezon i gjatë dhe i vështirë, i mbushur me trofe, për të cilat Flamurtari ka synimet e qarta. Është fillim i mbar, e fillua me Superkupën. U ndeshëm me një nga rivalet tanë më të mëdhenj, që është Tirana. Ishte ndeshje që kemi superuar 3 pjesët e para, sa u tregua. Në pjesën e 4 u aktivizuan vajzat e reja. Ishte një ndeshje brenda parashikimit. Ka vend akoma për përmirësim, sepse është fillimi, ato duhet të lidhen, duhet të njohin lojën e njëra tjetrës për të dhënë më të mirën, individualisht janë shumë mira. Ky është vetëm fillimi. Tani, për të thënë që është vetmja kupë, do t'ja lëm kohë çdo gjë. Kupat janë përpara. Kampionati startojmë ditën e njëjtën, ndeshje me Studenti në orën 5. U bëj thirrje të gjithë tifozave vlonjat të vinë ta mbështesin ekipin e Flamurtarit përsëri. Ne nuk do ndalojmë asnjëherë së ftuarit tifozat vlonjat të vinë në shkallët e Pallatit të Sportit. Por si është ndërtuar ekipi i Flamurtarit në basketbol për femra këtë sezon dhe a është më i fortë se një vit më parë? Elona Hasanaj, drejtuese e klubit Shumë Sportësh Flamurtari, thotë se basketbollistet e këtij viti individualisht janë tepër cilësore, por sipas saj ato kanë ende nevojë për kohë për të njohur lojën e njëra tjetrës për të bërë një grup konkurrues. Unë me ekipin vjet pata një lidhje shumë të madhe. Kjo fal dhe rezultateve që dha në fund të kampionatit, kjo fal edhe tipave të tyre, ishin vajza shumë mira. Se përveç se duhet jenë sportistet mira, duhet jenë edhe vajza shumë mira, se aty është fillimi çdo gjëje. Krahasuar me vitin e kaluar, them që janë, u thash edhe pak më parë, individualisht janë shumë të mira. Problemi është që të lidhen ka kohë akoma. Sepse basketbolli luhet 5-5, është lojë kolektive. Ato duhet të njohin me sy mbyllur lëvizjet e njëra tjetrës, të bashkëpunojnë shumë mirë në mbrojtje, të njohin në kohë rekord mbrojtjen, lëvizjet e kundërshtarit. Them që jemi në rrugën e dur. Të njëjtën, në ora 17 pasdite, starton kampionati i basketbollit për femra, teksa Flamurtari do të presë në shtëpi ekipin e Studentit. Elona Hasanaj e vlerëson përballjen e parë të kampionatit si tepër delikate, e cila sipas saj duhet vlerësuar çdo minutë për shkak se tek Studenti ka lojtare cilësore, ku 4 prej tyre luajnë edhe në kombëtaren shqiptare të basketbollit. Kampionati si vjet është vetëm me 5 skuadra. Kanë dalë 2 skuadra relativisht të lehta, që ishte Elbasani dhe Durrësi. Studenti në gjirin e tij ka vetëm vajza shqiptare, vajza shumë të mira. 4 nga ato janë pjesë e ekipit kombëtar të rriturave. Nuk mund të them që është një ndeshje e lehtë. Është një ndeshje që do vlerësuar nga minuti i parë deri në minutin e fundit. Në fund, ka dhe një mesazh drejtuar sportdashësve, ku i kërkon këtyre të fundit mbështetjen masive të jenë në numër të lartë në shkallët e Pallatit të Sportit për të bërë pjesë e kësaj ndeshje, pikërisht si një lojtar i jashtë. Mbështetja e tifozëve, sipas Elona Hasanajt, është tepër e rëndësishme, një shtys për ekipin. Mua më bë shumë qefi që dhe ndeshja e futbollit, i gjithë qyteti ishte atje dhe mbështeti ekipin e futbollit. Unë e di shumë mirë që sportdarësit vlonjat vinë e mbështesin ekipin e basketbollit. Por kampionati kaluar mbaroi. Unë u bëj thirrje të gjithë sportdarësve vlonjat. Ekipi i basketbollit të rriturave dhe të rriturve dhe volejbolli dhurojnë spektakël. Dhe ju bëj thirrje të vinë të shikojnë, të mbështesin, të shikojnë basketbollin, të bëjnë ai lojtari i gjashtë në fushë, sepse tifozat vlonjat janë një faktor shumë i rëndësishëm në ecurinë e ekipit të rriturave.